Shumë emigrantë shqiptar duket sikur kanë filluar të investojnë në shtëpitë e tyre. Në adhe duke parë se tashmë kanë filluar të blejnë edhe prona të ndryshme, por a është kjo një nostalgji për të rikthyer në vendin e tyre apo është një mendim i mirëmenduar në këtë rast edhe sa i përket pjesës financiare? Për diskutuar më tej dhe për të kuptuar më gjatë se si funksionon e gjitha, unë kam kënaqësinë që ditën e sotme të jem në një lidhje direkte me Silvana Begaj. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhe në këtë forum. Mirëmëngjes dhe mirë se u gjeta. Sa shtuar dëshira e të gjithë emigrantëve shqiptar këtë periudhë për të pasur mbase një shtëpi në vendin e tyre, përpos shtëpisë që mund të kenë lënë? Dëshira e emigrantëve për të pasur një shtëpi të dytë në Shqipëri është sigurisht që përveç të gjithë asaj, nëse mund ta quajmë kështu ndjenjës nacionale, dashurisë për atë, që kjo tregohet që në shtëpinë e parë, shtëpia e dytë ose investimet në pronat e paluajshme në Shqipëri ka filluar sigurisht me rritjen e njerëzve të cilët e shikojnë Shqipërinë si një vend shumë të përzgjedhur turistik. Mund ta shikojmë se duke qenë se numri i turistëve në Shqipëri është rritur ndjeshëm, madje statistikat tregojnë që janë me miliona në kohën, kanë arritur 1 milion me sa di unë në kohën e sezonit. Kjo ka bërë që shumë shqiptarë ta shikojnë si një biznes madje. Pra ajo dhënia e shtëpive me qira ditore, hotelet, këto kanë bërë që të përfitojnë nga ky fluks i turistëve që vizitojnë vendin tonë. Dhe sigurisht që ka shtuar edhe dëshirën e shqiptarëve që ti mirë përdorin parat e tyre dhe pse jo në Shqipëri. Pra ju po më thoni që në këtë rast të gjithë emigrantët shqiptarë që blejnë prona në Shqipëri kanë kryesisht këtë idenë që duan të përfitojnë të paktën nga zhvillimi i turizmit, të lënë edhe të kenë mundësi të zhvillohen edhe parat e tyre, përpos faktit që ata të vinë në verë dhe të qëndrojnë siç jemi mësuar t'i kemi deri më tani të paktën. Po sigurisht, siç ne e dim, shqiptarët, ata cilët kanë emigruar pas viteve 90, pra në fillimet e emigrimit, dëshira e tyre ishte që të krijonin shtëpinë e tyre të parë për njerëzit që kishin lënë në Shqipëri, por edhe të kishin një bazë në Shqipëri, duke parë Shqipërinë si vendin që investojnë. Më pas ndryshoi kultura e emigrantëve duke parë jetën në mënyrë të tillë që vendi ku duhet investonin ishte vendi ku ata jetonin. Pra filluan që të blinin shtëpi në vendet ku jetojnë. Sot shikon një tendencë të madhe për rikthimin e investimeve për pronat e paluajshme në Shqipëri. Dhe sigurisht që nëse ata e kanë një shtëpi, për çfarë duhet shtëpia e dytë? Eksakt, por në të njëjtën kohë, her pas here edhe mund të gjykojnë nëse i mendojnë vërtet mirë këto mendime, pra mendojnë strategjinë, financën dhe gjithçka që mund të ndryshojë, apo është edhe ai momenti ku është fluksi, pra gjithsecili duket sikur po blen shtëpitë këtu dhe vendosin pra nga një mik në një tjetër të blejnë këtë shtëpinë, të investojnë, apo e mendojnë shumë më gjatë, paktën edhe nga bisedat që ju kanë rënë edhe ju të bëni me emigrantë të tjerë shqiptarë? Ose cilat janë ato gjëra që kanë parasysh për në momentin që bëjnë këtë zgjedhje? Prona e paluajshme ngjelet pronë e paluajshme. Fakti që është krijuar ideja që ne shumë shpejt do të jemi pjesë e Bashkimit Evropian, turizmi, po kuptohet që pronat e paluajshme në Shqipëri po marrin vlerë, sigurisht që kjo ka ndikuar, por edhe ajo, nëse mund ta quajmë marketingu gojë më gojë që bëjnë shqiptarët me një tjetrin ka influencuar që nëse e bëjnë 2 persona, atëherë e bën dhe i treti. Kështu që edhe lehtësira, duke marrë parasysh edhe lehtësirat që jepen për të marrë prona, për të blerë prona në Shqipëri sot, që ka qenë shumë e vështirë përpara disa viteve, normalisht që ka bërë që edhe ata të jenë më të bindur në investimin e tyre. Ndërkohë ne kemi parë që vit pas viti, ditë pas dite, në fakt duket sikur në Shqipëri edhe rriten çmimet e pasurive të paluajtshme. Pra mendon se ka ndikuar dhe fakti që emigrantët kanë filluar të blejnë shtëpi në Shqipëri, sepse e dim fare mirë që stili i jetesës, duke qenë se kanë punuar edhe në shtete të ndryshme të botës, është ndryshe nga ai i Shqipërisë. Në të vërtetë çmimi i pronave të paluajshme në Shqipëri është rritur ndjeshëm dhe shpeshherë të paktën në syrin e dikujt që i kupton çmimet e tregut është rritur në mënyrë jo të logjikshme dhe jo normale.
duke marrë parasysh të ardhurat që kanë shqiptarët në Shqipëri. Në të vërtet mund të themi që është kthyer, është më shumë ajo që është marrë nga vendet e tjera. Pra, prona ngelet pronë. Kjo është ideja dhe fakti që ajo po kushton dhe po merr një vlerë akoma më të madhe ndikon akoma më shumë në mendjen e tyre që po blen diçka e cila mbas disa viteve do ketë një vlerë akoma më shumë. Pra quhet si një investim i duhur i parave të tyre. Në ndërkohë kemi edhe rastin e Greqisë që pati një hovë po rriteshin çmimet e pasurive të paluajtshme në mënyrë shumë të shpejtë dhe shumë të lartë, por më pas pati atë ndalimin dhe momentin që ranë të gjitha çmimet. Nga eksperjenca juaj dhe nga ajo çfarë ju thonë edhe diaspora kështu, a kanë atë frikën që mbas një moment caktuar i gjithë ky investim mund t'ju shkojë dëm në sensin që mund të ulen të gjitha çmimet dhe ata nuk janë më në anën e përfituesit, por mbas edhe mund të humbasin apo nuk ekziston kjo frikë për ta? Nuk ekziston fare, përkundazi janë shumë entuziast duke parë se çmimet vetëm rriten në Shqipëri dhe nuk është marrë kurrë parasysh edhe mund të bien. Greqia kaloi një krizë goxha të madhe ekonomike dhe kjo është e ditur. Ka shumë mundësi që ta kalojë dhe Shqipëria. Ndryshimi për kur ne jemi pjesë e familjes së madhe europiane sigurisht do të sjellë disa ndryshime. Por këto janë disa pikpyetje që një emigrant i thjesht nuk i bën. Ai di që duhet që të investojë në një vend ku çmimet po rriten dhe që në atë propagandën që po bëhet në Shqipëri është se turizmi do të vazhdojë të zhvillohet dhe çdo gjë po merr jetë në Shqipëri. Që kemi parë edhe nga shifrat, eksakt. Po të doja të dija më shumë se cilat janë zonat apo qytetet që kërkon konkretisht diaspora. Pra janë të orientuar nga kryeqyteti, nga zonat më të zhvilluara, apo shkojnë edhe te këto zonat turistike? Cilat janë ato çka duan më shumë momentin e parë? Zakonisht janë zonat turistike, Durrësi, Vlora, shumë nga Saranda, të huajt janë më shumë nga Saranda, të them të drejtën, por që edhe shqiptarët janë më shumë në zonat turistike. Por të them që qëllimi i tyre final është biznesi. Po cilat janë ato grup mosha për shembull që mundohen të investojnë më shumë? Janë kryesisht të rinj që kanë shkuar me zellin, kanë punuar edhe kanë ato të ardhurat e tyre të parë dhe duan t'i kthejnë të investojnë në Shqipëri, apo janë ata që kanë një jetë mbase më të thjeshtë në sensin që kanë punuar, tashmë janë atë qetësinë e tyre dhe janë edhe mosha pak më e madhe? Si rezultojnë në këtë rast? Janë mosha më e madhe. Të rinjt nuk i kanë ato të ardhura apo stabilitet ekonomik që të blejnë një shtëpi apo qoftë edhe të kreditohen. Kështu që janë moshat më të mëdha ata të cilët e kanë krijuar një stabilitet ekonomik. Dhe ndoshta i blejnë po fëmijët, por që me ne në diskutime janë moshat e mëdha. Cilat janë vështirësitë më të shumta që mund të hasin momentin që u vjen në mendje mendimin që duan të blejnë një shtëpi tjetër në atë dhe më pas të gjitha fazat dhe proceset e tjera për të gjetur shtëpinë, për të gjetur vendin e duhur, sepse as nuk jetojnë në Shqipëri që të dinë edhe konkretisht edhe do duhet të kenë biseda dhe konsulta të shumta. Fatmirësisht për të gjetur vende ka aq shumë agjenci të real estate, pronave të paluajtshme, sa nuk numërohen. Sfida më e madhe është vërtetësia e tyre. Pra, në Shqipëri ekziston dhe me të drejtë ajo ideja që ne nuk jemi të sigurt nëse po blejmë diçka që është vetëm e jona apo ka disa pronar, nëse ajo pronë ekziston vërtet. Pra, ky problem i besueshmërisë vazhdon akoma. Vazhdon akoma dhe duhet të jemi, domethënë të gjitha palët duhet të jenë shumë të saktë, sepse në fundit dikush po bën investimin e jetës që ndoshta nuk e bën më pasi emigrantët ato pak lek që mbledhin gjithmonë i kanë çuar në Shqipëri. Dhe mendoj që është momenti që të paktën këtë herë lekët e emigrantëve të vlerësohen dhe mos të krijohet ajo që është krijuar gjithë këto vite. Përpos kësaj frike, në eksperiencën tuaj ka pasur raste mashtrimi pra që është shitur një pronë dy herë dy pronarëve ose problematika të tjera që kanë ceduar më pas dhe është shfrytzuar ai mundi gjithë jetës një emigranti dhe mund të ketë shkaktuar problematika të tjera edhe më të mëdha? Në eksperiencën personale, jo, por sigurisht që kemi njerëz, kemi dëgjuar, kemi njerëzit tanë dhe po ka ndodhur. Dhe i rëndom, ndoshta shumë shpesh, që një apartament mund të flitet në 3-4 persona.
Ndërkohë, nëse flasim sërish për llojet e atyre që vendosin t'i blejnë këto shtëpi, a ka nga ata që vinë vërtet edhe vetë të jetojnë për shembull për momente për faza të caktuar, apo janë kryesisht ata që e shohin si biznes dhe si strategji për të fituar më shumë para, për të investuar atë të gjithë të ardhurat e jetës së tyre në Shqipëri? Sigurisht që ka nga ata të cilët investojnë në Shqipëri edhe për të ardhur për gjithmonë në Shqipëri pas moshës së pensionit, sepse kjo realisht po bëhet. Dhe ku ka më mirë se një vend turistik. Fakti që ne kemi emigruar mbi të gjitha në këto vendet e largëta e të ftohta bën që ta vlerësosh jashtëzakonisht shumë klimën mesdhetare, klimën e Shqipërisë mbi të gjitha. Dhe kjo ka bërë që normalisht të përziten vende të bukura për të kaluar pleqërinë. Po kemi parë, në fakt kemi parë që vinë të kalojnë periudhën e pensionit edhe të huaj, kështu që pse jo edhe shqiptarët konkretisht në këtë rast. Në fakt është edhe kjo ide edhe tek shqiptarët. Dhe janë kthyer shumë në këtë moshë. Ndërkohë doja të dija edhe si ndikon në Shqipëri në fakt, edhe pse ju tashmë jetoni në një vend tjetër edhe nuk është se keni kontaktin gjithsesi për të bërë edhe këtë lidhjen mes emigrantëve shqiptarë dhe vetë vendit, po doja të dija se si ndikon konkretisht dhe sa e ndihmon Shqipërinë në vetvete këto të ardhura që vijnë nga emigrantët, momenti që investojnë në Shqipëri, që edhe zhvillojnë, sepse si po e thonit pak më parë, ata mundohen të kenë edhe këtë qasjen me turizmin, me gjithë zhvillimin që po ka Shqipëria në vetvete, po përfitimi i Shqipërisë në këtë rast cili është? Po vetë turizmi ka sjellë përfitime për Shqipërinë dhe për shqiptarët, pasi mund ta shikojmë shumë lehtësisht që për pak vite më parë nuk njiheshin Airbnb, nuk njihesh në fakt asnjë gjë që kishte lidhje me turizmin. Sot ka ndryshuar gjithë kultura e shqiptarëve për sa i përket turizmit dhe turistëve. Kjo ka bërë që të shikojnë që ka një lloj përfitimi nga turizmi. Dhe pse jo që këto investime të bëhen nga vetë shqiptarët edhe jo gjithmonë që t'i zaptojnë çdo gjë të huaj. Mendoj është më e lehtë dhe bashkëpunimi midis ne, të paktën kështu ndjehemi ne shqiptarët, flasim të njëjtën gjuhë. Dhe shpeshherë këto shtëpi jepen tek agjensitë të cilat i menaxhojnë dhe është e vështirë që ta bësh këtë me një të huaj. Një huaj mund ta menaxhojë vetë të gjithë procesin e të dhënies me qira mund ta bëjë online. Me shqiptarët sigurisht u ka dhënë punë edhe shumë agjensive. Sigurisht që ka një ndryshim pozitiv ky lloj procesi që po ndodh. Mënyra se si do menaxhohet, se sa do ta mbajmë zgjuar këtë dëshirën që shumë turistë të vizitojnë Shqipërinë, do bëj që do tregohet me kohën. Sot kurioziteti po i shtyn miliona të huaj që të vizitojnë dhe të duan të vizitojnë Shqipërinë, por mënyra se si do ta menaxhojmë këtë fluks dhe do tregohet në vazhdimsi. Ndërkohë, mund të themi që këto investime të shqiptarëve, të emigrantëve shqiptarë që blejnë pronat e tyre në Shqipëri po bëhen ushqim për agjensitë imobiliare apo funksionon dhe ndryshe menaxhimi mes tyre? Pra, ne e dim fare mirë që kemi dhe familjarët në sensin që her pas here u lëm atyre në menaxhim paktën siç ka ndodhur dhe siç dim raste të tjera, apo ka filluar të funksionojë në mënyrë ligjore, pra janë agjensitë që funksionojnë, që bëjnë ato lidhjet mes atyre që janë të interesuar për të përdorur shtëpinë, në të njëjtën kohë dhe atij që e zotron këtë shtëpi. Në përgjithësi bëhen me agjensi, sepse shqiptarët, njerëzit që kemi lënë aty janë një moshë madhore dhe kanë shumë të vështirë përdorimin digjital të gjithë procesit, kështu që shpeshherë bëhen me agjensi. Është më e lehtë që të bëhet me agjensi. Sigurisht që ka dhe nga ata të cilët u menaxhojnë njerëzit që kanë aty, por me agjensi është më e thjeshtë dhe kam parë një rritje të fluksit të atyre që kërkojnë agjensitë ta menaxhojnë. Ndërkohë të doja të dija një mendim tuaj, tashmë për të gjithë ata që mund të jenë duke na ndjekur dhe emigrantë që po mendojnë mbase të bëjnë hapin e tyre të radhës edhe kanë këto frikat nëse do duhet të investojnë, nëse do jetë problem për ta sepse mund të kenë një krizë të mëvonshme apo mund të jetë problem sepse mund t'ju shitet shtëpia 2 herë. Ju çfarë do t'i thonit secilit emigrant që është në këtë fazë mendimi dhe në këto hapa? Unë të them të vërtetën nuk mendoj se do të bie vlera e pronave në Shqipëri, të paktën jo këto vite.
Mendoj që në Shqipëri një investim mund ta nxjerrësh, nëse do flasim në gjuhën popullore, të gjithë investimin në pak vite. Do t'i thoja që t'i ktheni të gjithë syt nga Shqipëria jo vetëm në blerjen e pronave të paluajshme, por edhe duke lobuar për sjelljen e firmave internacionale në Shqipëri, në mënyrë që të kenë mundësinë shumë shqiptar të punojnë në kushte europiane dhe me rroga europiane. Ka shumë mënyra të investimit në Shqipëri, të cilat unë do të dëshiroja shumë që të gjitha të realizoheshin dhe të investohej në Shqipëri dhe të ketë një ndryshim, ne të barazohemi me vendet e tjera europiane dhe mos të ndihemi siç jemi ndjerë gjithmonë, aq më pak të nëpërkëmbeve. Shqipëria ka shumë mundësira dhe mendoj se një menaxhim i mirë i Shqipërisë do bënte që shumë shqiptarë të zhvlerësonin shumë vende ku jetojnë. Më pëlqeu shumë kjo që thatë që investimit mos mbetet vetëm tek ajo shtëpia që do të kenë këtu, por të vazhdojë edhe më tutje për të garantuar dhe mos na bëj të ndihemi ndryshe nga të gjithë të tjerët, përkundrazi, nëse do jetë ndryshe të jetë për të gjitha përfitimet dhe për të gjithë të mirat që garantojmë dhe sigurojmë. Eksaktësisht. Faleminderit shumë që ishe me ne sot. Unë do doja në fakt të falenderoja për të gjithë këshillat që dhe për gjithë kohës, eksperiencët e në të njëjtën kohë, sidomos për thirrjen e fundit që bët. Faleminderit që ishit me ne. Faleminderit.